Dhe sa më shumë të shtyhen në kohë, aq më shumë e delegjitimojnë. Endri, një pyetje. Një nga argumentet që përdor Rama dhe shumë le të themi mbështetës të tij është që edhe në intervistën e djeshme para shumë unë ka marrë mandatin për ta përdor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra është gjatë gjithë kohës që i mshon faktit që ka marrë mandatin për ta futur në Shqipërinë BE dhe nënkuptohen që këto protesta po rrezikojnë pikërisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Aq sa ka folur për grupe armiqësore, Djep Gonxhe foli për Rusinë, për Iranin, për grupe armiqësore që po tentojnë ta ndërpresin këtë rrugëtim të Shqipërisë në integrimin evropian. Si e shikon këtë narrativ? Kur Rama, me teorinë e Blendi Gonxhes, kur Rama në 2012 bllokonte futjen e Shqipërisë hapjen e negociatave për atë kryetarin e Këshillit të Qarkut Fier, pas ka qenë agent iranian. Ja ku jemi tek Partitë Demokrate. Jo, Rama në 2012 pas ka qenë agent iranian me logjikën e Blendi Gonxhes. Se në 2012 ishte një momenti që Shqipëria mund të hapte negociatat. Dhe u bllokua, sepse PS-ja nuk votonte në parlament në 2012. Ka qenë çështja e kryetarit të Këshillit të Qarkut Fier. Po. Me logjikën e këtyre po thua që po të vazhdojsh me logjikën e Blendi Gonxhes, pas ka qenë kryeagenti iranian, pas ka qenë Rama, e cili ka mbajtur bllokuar Shqipërinë nga 2012 deri në 2024. Se ne kishim filluar në 2012. Dakor. Pra, kjo është një logjik se vjen bastarde në kuptimin që vjen edhe tashash, domethënë, po është tamam edhe fyese për inteligjencën e njerëzve. E para punës, procesi nuk bllokohet, çdo qeveri që vjen, ka angazhimet e qeverisë përparshme. Kjo gjë që jam vetëm unë që e bëj dhe vijon pushtet dhe me mua fillon historia, ka marrë mandatin për integrimin e Shqipërisë, thot, sepse faktikisht para zgjedhjeve integrimi ka qenë kryesori i betejës. Kush ka qenë parulla e studentëve në 90-91? E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po, kjo është e vërtetë. Më thuaj një qeveri në Shqipëri, një të vetme, që nuk ka dashur të futet në Evropë, përveç Partisë Paraardhëse të PS-s. Që ka qenë Partia e Punës. Po, kjo është e vërtetë. Gjithë çfarë kanë ardhur qeveri në Shqipëri thonë do futemi. Nuk ka një parti në Shqipëri që thotë ne nuk duam të futemi në BE. Asnjë. Nga gjithë spektri i partive politike që veprojnë në Shqipëri. Asnjë nuk ka të tillë. Të gjithë thonë që duam të futemi. Dhe kur ti e nis një proces, vjen qeveria tjetër, do e vazhdoj procesin aty ku e ka lënë ti. Qeveria, pra, shteti nuk fillon me ty dhe nuk mbaron me ty. Ike ti nga pushteti, vjen tjetër e vazhdon punën e vet. Nuk je ti krijuesi i historisë. Nuk je ti ai i cili e nis nga 0 dhe e çonte 100. Jo, ti e ke nisur te 7 që e ka lënë tjetri, e çonte te 10, do vi tjetrin e merr na 10 e çonte 12, pastaj vjen tjetri na 12 e çonte 15. Është një proces. Mentaliteti, pra, se kështu është. Këta po ti dëgjosh çfarë do lloj dhe fjalët e Ramës, siç e thashë parë, po dhe fjalët e Gonxhes, tregojnë që këta janë persona që duhen larguar nga pushteti, se këta mendojnë që me këta fillon historia. Janë megalomanjak. I duket vetja se kur janë perëndit në këtë tokë, dhe janë këta të vetmi që mund të bëjnë këtë punë. Çfarë do bëjnë? Një parafirm legjislacioni. Dhe për më tepër, për të vazhduar, kush ishte një nga amendimet e rezolutës BE-s? Ndryshimi i ligjit, apo jo? U bë një amendim në rezolutë e Parlamentit Evropian? Ndryshimet në ligjin për mbrojtje. Zonat e mbrojtura dhe investitorin strategjik. Pra, kush e ka bërë këtë? E ka bërë PS-ja, e ka bërë Blendi Gonxha, e ka bërë Edi Rama. Pra, ata që pas kanë prishur punë me BE-n, pas kanë qenë pikërisht parlamentarët e PS-s, që kanë bërë këto ndryshime në ligj, që
Po e thot, këto ndryshime jo. Pra, kush e ka bërë në këtë rast bllokimin apo prishjen e ecjes në rritje? Me fakte konkrete e kanë bërë këtë PS-s. Apo jo? Janë faktet mbi tavolinë. Nuk e ka bërë PD, PD s'ka miratuar asnjë ligj. Nuk e kanë bërë partitë e tjera të opozitës. I vetmi që ka ecur në kundërshtim me frymën e BE-s ka qenë Edi Rama dhe Është edhe Këshilli i Europës që ka kërkuar të njëjtën gjë, kapitullin e 17 me këtë. Po, është dhe çështja e Balluku. Që ka thënë që kërcënon procesin për MBE. Çështja e imunitetit të zonjës Balluku. Apo ja? Po. E keni parë deklaratën? McAllister ka thënë që është një pikë shumë kritike. Shumë kritike. Në lidhje me... Po kush ka qenë kundër kësaj pike kritike? Ka qenë PS-ja. Pra, në këtë rrugë që është nisur nga kjo pika te kjo pika, e vetmja forcë politike që ka krijuar probleme ka qenë PS-ja. Dhe kjo është një arsye më tepër që nëse duan të futen BE, duhet të heqin PS-n. Këta me fjalët e tyre dhe me veprimet e tyre. Ramën apo rilindjen? Jo, PS-n na pushteti. Në këtë pikë nuk ekziston më PS-ja. PS-ja nuk ekziston më. Fare. Më thoni një qeveri në botë, një parti socialiste në botë, që mburret dhe thot, e quaj si histori suksesi që milionerët do bëjnë vilat e tyre. Po. Nuk ka asnjë parti socialiste në botë që ta thotë këtë punë. Po është edhe Bashkuara, si i shikon këtë histori, Endrik? Që ta mbyllim këtë raportin me perëndimin. Për mua është edhe Bashkuara në këtë rast kam përshtypjen që e ka kuptuar që Rama, pra është ajo delegjitimimi i Ramës në arenën ndërkombëtare. I ka dhënë efektet e veta edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ku e lexojmë këtë? E para një herë tek mesazhi që dhanë për pjesën e non grata të Berishës. Pjesa non grata e Berishës u hoq. Ishte mesazh për Ramën. Pjesa non grata e Berishës. Okej. Siç ishte mesazh politik për kraje për Ramën që u vendos non grata, ashtu edhe heqja është mesazh kundër Ramës. E qartë. Nuk është se po mbështesin Berishën drejt për drejt për të ardhur në pushtet, pa dha një mesazh që ajo gjë që është bërë nuk ka filluar të përdoret kjo Endri, një kandidat për senator në Georgia ka përmendur pikërisht këtë situatë, Ossoff më duket ka përmendur pikërisht rastin e Shqipërisë, Zvërnecit në raport me Kushnerin dhe Ivanka Trump. Sepse në Zvërnec, që ta serojmë edhe një herë, nuk ka dorë Kushner në Zvërnec. Kushner ka dorë në çështjen e Sazanit, që për mua, çështja e Sazanit është aferë korruptive. E kam thënë, nëse doje që Sazanin t'ia jepje një kompanie për të zhvilluar, hap tender ndërkombëtar. Është ligj, është parim. Hap një tender, merr oferta dhe zgjidh kush është më avantazhuesja, domethënë ajo që të jep më shumë avantazh. Tender ndërkombëtar. Sazanin duhet ta bëj port turistik, duhet ta bëj zonë turistike, hap një tender ndërkombëtar. Ja me qindra kompani në botë që mund ta bëjnë këtë punë. Nuk mund të shkosh në Sazan dhe të thuash, ti je filani, çketi se lidhemi bashkë dhe pastaj të japun ty Sazanin. Është aferë korruptive për mua Sazani. E qartë. Por në Zvërnec, Kushner nuk është i përfshirë. Në Zvërnec janë dy personazh që janë sirianë, të cilët ka qelluar që janë investitorë dhe sepse janë në fondin e investimeve të Katarit, i cili është dhe ai, pra në fondin e investimeve të Katarit ka shumë miliarderë aty brenda. Po. Midis tyre janë këta dy vëllezërit. Dhe ai fondi i investimeve të Katarit është ai i cili ka ofruar garanci bankare për projektin e Sazanit. Në dy anëtarë të këtij fondi të cilët janë në Zvërnec. Dhe nuk është Kushner në Zvërnec. Fare. Por nga ana e Ramës edhe nga ana e deputetëve, është thënë, ky është investim amerikan. E ka thënë qartazi që është investim amerikan. Apo ja? Kanë dalë dhe kanë bërë të Zvërnecin. Ndërkohë që e vetmja gjë që mund t'i thuaj investim amerikan ishte fakti që ishte Arturi nga Vlora që jeton në Amerikë, e kupton?
E vetëm gjë amerikane në gjithë të histori ishte turi. Nuk ishte fare çështje amerikane mes. Dhe në momentin kur ti dalin pastaj me ato që dalin nga dosja e përgjimeve SPAK, nga dokumentat që janë sekuestruar në SPAK e tjerë, dhe një histori pastrimi parash, me klanet e drogës, e me të tjere, për gjithë çështja e Zvërnesit fillon e qelbet, dhe në media, kur del në media, dhe thot media, kush është në Zvërnes, Rama thotë është Amerikanët. Media thotë, që nga Kushner. Dhe fillon media në botë është Kushner. Dhe në momentin kur thotë është familje Trump, që s'ka lidhje me Zvërnesin në këtë rast, sulmet i ha Trumpi. Dhe tashmë Trump thotë, pse unë duhet të mbaj kosto për sipër për një gjë që s'kam lidhje. Pra ti po ndyn dhe emrin e Amerikës, e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Trumpit, po e fut në një çështje në cilën ka para droge, pastrim parash, falsifikim letrash, fonde dyshimta, abuzime pushtetit, ndryshime ligjin jo në përputhje me norma siç do të bërë, korrupsion, gjithë e ka këtë çështje. Dhe ti po fut këtu dhe emrin, pra ti po e bën baltën tënde për të justifikuar veten tënde, ti fut dhe familjen e Trumpit. Dhe e ndyn. Dhe kjo e bën që për mendimin tim, këtë në Amerikë po e kuptojnë, sidomos ajo që është shefja e kabinetit. Suzy Wiles. Po, e cila nuk është se ka pasur mendim të mirë për Ramën, që më përpara, normalisht është raportuar për këtë gjë. Dhe kjo e ka bërë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat janë më, po të situash, t'jem pak më tegra ndaj Ramës, në kuptimin e kësaj, pra nëse i kanë lënë dorë të lirë deri tani, nuk besoj që do i lejnë dorë të lirë. Një mesazh që folëm bashkë, për shembull, ishte pjesa e votimit për zgjedhjen e mandatit të prokurorëve të SPAK-ut. Pra ka qenë një kërkesë e SPAK-ut që t'i zgjidhte mandati, PS-ja ka qenë gjithmonë kundër që t'i zgjidhte mandati, tani po duket sikur është pro që t'i zgjidhet mandati. Po, ishte pra duket që është një presion. Sot, po. Duket që është një presion nga ndërkombëtarët, presion shumë i fortë. Sepse PS-ja nuk do donte që të kishte po të njëjtë prokuror që kam plasur brenda gjysmën e qeverisë, domethënë. Nuk do donte të kishte po të njëjtë prokuror që t'i ripërtëritej mandati. Donte që t'i vinte prokuror tjerë. Ja, kemi Ulsimanjën sot. Pra, duket që ka një presion shumë të fortë që ka ardhur nga jashtë për këtë çështje. Dhe dy, SPAK-u, unë shikoj, kam thënë gjithmonë, është mekanizëm i amerikanëve dhe i europianëve. SPAK-u. Nuk është mekanizëm i shqiptar. Po. Dakor. Dhe fakti që këta kanë qenë jo kundër të tjerë, pra njëna gjëra që kanë bërë për shumë për SPAK-un nga që mos të raportojmë në parlament, po të raportojnë Komisionin e Ligjeve, duke ka qenë periudha e artë e Ramës që mund të bënte çfarë të donte. Tani ka ikur kjo periudha e artë e Ramës që mund të bënte çfarë donte. Ky ndryshim qëndrimi tregon që ka një presion shumë fort në jashtë. Dhe ky presion i fortë në jashtë ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çka lexohet si? Dhe ka ardhur për shkak të protestave. Protestat kanë ndihmuar dhe SPAK. Protestat. Pra, mos të duket sikur çfarë arriti. Arriti e delegitimoi. E ka delegitimuar, po. E ka delegitimuar në sytë e tjerëve. E ka delegitimuar në sytë e atyre që janë brenda në PS, në arenë ndërkombëtare, në këto ndryshime ligjore që ndodhin, etj. Protesta është duke funksionuar. Ata që thonë që nuk funksionon, ka iniciativën strategjike, nëse do ishte. Po, e ka iniciativën. Endre, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Arber Hitaj, koleg gazetar. Arber, kënaqësi që të kam. Mirë se gjej, faleminderit. Dhe urime për studion. Studio re. Arber, ka patur zhvillime shumë interesante për sa i përket protestës, aksioni politik tashmë ka kaluar nga sheshi dhe bulevardi kryesor dhe xhirot nëpër Tiranë para parlamentit. Të martën ka patur ato ekseset që të gjithë i dim, ndërkohë sërish po dje ka patur një përshkallëzim situatës ku policia sërish ka reaguar me gaz do cjellës, me ato sprej, me piper, apo dhe me ato botet me ujë. Fillimisht do doja dija
si e lexon këtë moment për protestën? Shiko, ti e di, tashmë nuk është më sekret, unë jam të ata njerëz që kam mbështetur që në krye të herës protestën edhe jam një nga ata njerëz që mbështes ende atë. Por nuk më vjen mirë kur shikoj flamingot, apo i quaj kështu, revolucioni flamingo i cili filloi për një kauzë shumë të drejtë, filloi për çështje që lidhen me mjedisin, zvërnesi, më pas kaloi te çështja politike që gjithashtu i mbështes edhe ato kërkesa, kaloi te problematika që lidhen me korrupsionin, arrogancën, mungesa e llogaridhënies, një sistem tjetër politik. Pra, të gjitha këto ne biem dakord dhe ishin protestë qytetare. Por më duhet ta them, Redi, protesta të tilla nuk, sidomos me këtë dozë kaq të fortë përplasje, nuk i japin të drejtë protestuesve. Pra, të konfrontohesh me policin, pavarësisht se unë nuk besoj që ishte një dhunë ekstreme, siç është interpretuar nga shumë përfaqësues të majorancës, i rrit pikë protestës. Ajo është një protestë qytetare, është një protestë paqësore dhe është një protestë e bukur, është një protestë me flamingo. Flamingot nuk gjuajnë me gur policin. Dhe unë uroj shumë që organizatorët të distancohen menjëherë nga dhuna, të mos kemi më episode të tilla, të kërkosh llogari një deputeti është gjëja më normale në botë, absolutisht mund të ketë, edhe pse unë nuk e mbështes edhe një gjuajtje me vezë, nuk e mbështes as këtë episod, sepse funditës askush nuk e ka të drejtën morale për të kërkuar llogari ndaj dikujt tjetër, sidomos edhe deputet edhe gazetar, sepse kam parë edhe shenja dhune ndaj gazetarëve, gjë e cila nuk më pëlqen, nuk pëlqen radikalizmi i cili ka një tendencë të lehtë të shkojë kjo protestë. Prandaj unë bëj thirrje autoriteteve që merren me këtë çështje, pra grupit koordinues, që të ndalojnë në mënyrë urgjente konfrontimin dhe përplasjen me policin, pasi kështu mund të kenë kundër edhe faktorin ndërkombëtar. Dje kemi patur një reagim nga ambasada amerikane, pra ishte reagimi i parë ku i bëi thirrje shtetësve të saj që të evitojnë protestën. Pra kjo është një lloj humbje, do ta quaja unë, për protestën, e cila humbi një imazh shumë pozitiv që kishte krijuar tek ndërkombëtarët, të cilët nuk kanë reaguar pothuajse fare. Ndërsa dje u detyruan të reagonin. Si e lexove këtë reagim Arbër? Mos exagjeroj me episodet e dhunës, mos exagjeroj me reagimet ndoshta më mbi normalen se çfarë duhet të jenë, por gjithashtu nuk jam as për ato pamje që pam policë të plagosur me gur në kokë, apo pam edhe arrestime të cilat mund të ishin evituar nga ana e policisë. Konfrontimi i Redi ne kemi parë, protestat të dhunshme i kemi parë nga Partia Demokratike, nuk të çojnë në asnjë vend, madje edhe sipas studimeve të shkencave politike, ato protesta që kanë sukses janë protesta të cilat nuk kanë elementet e dhunës. Elementet e dhunës të largojnë zonja, të largojnë ata që vinë me fëmijë dhe të largojnë pjesën qytetare që ishte pjesa më e bukur dhe më ndryshe që kam patë kjo protest nga protestat e Partisë Demokratike, Televizjes Bashkë, apo dhe të Partisë Socialiste ku ka patur ajo protesta. Dhuna nuk të çon asgjë kundi. Por thënë këtë, pavarësisht që unë jam kritik me këtë element, protesta është një protestë që duhet mbështetur dhe për sa kohë pjesa më e bukur e protestës, që është pjesa që ka të bëjë me tubimin e orës 19, duhet mbështetur dhe absolutisht nuk duhet dekurajuar pjesëmarrja në të. Qasjen e policisë, Arbër, mënyrën se si kjo mazhorancë ka vendosur t'i përgjigjet kësaj proteste, në kuptimin e linçimit publik të shumë emrave, apo në kuptimin e asaj që vazhdon të mbetet një vesh i shurdhër për shqetësimet e këtyre qytetarëve. Si e vlerëson qasjen e mazhorancës? Redi dua ta ndaj qasjen e policisë me qasjen e majorancës. Unë, për një të së vërtetës dhe në periudhën që ka qenë Partia Demokratike në pushtet, pavarësisht lidhjeve që ka patur dhe ka ende politike policia e shtetit nëpërmjet ministrit dhe më pas dhe Këshillit të Ministrave,